Shikues të nderuar, mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Sot kemi ardhur në lokalet e Universitetit të Prishtinës që të pyesim se çfarë niveli të studentëve prodhon ky universitet. A është e tepër të themi se këtu prodhohen analfabet me diplomë? Me mësimin e demoduar, resurse të pakta, student pa motivuar dhe dy parti politike cilët vazhdimisht tentojnë të kenë kontroll mbi këtë universitet, a është e mundën që ky institucion të krijojë studentë të cilët në të ardhmen studentë të shkolluar mjaft që në të ardhmen do të mund t'i mbajnë institucionet e një shteti të arshëm të Kosovës. A duhemi ne si shoqëri në rend të parë t'ja pranojmë vetës njëherë për gjithmonë pasojat tragjike të një sistemi paralel të shkollimit gjatë 90-tave dhe të pranojmë se kemi një shkollim katastrofik momentalisht, një gjendje katastrofike të shkollimit të përgjithshme në Universitet Prishtinës dhe në nivele tjera të shkollimit. Cilat janë masat që duhet të ndërmiren për ta ndëruar këtë situatë? Ka ndonjë fije shpresë që të përmirësohet mësimdhënia dhe niveli i kritereve në Universitetin e Prishtinës? Për të përgjigjur në këto pyetje, kam ftuar profesor e përfaqësues institucionesh në panel dhe student në publik, dhe këta janë Natyra Karahoda, profesoresh e fiziologjisë në Universitetin e Prishtinës. Genz Gorani, antar i Komisionit Parlamentar për Arsim, Shkencë dhe Teknologji. Fevzi Berisha, zëvendës ministër. Dugagjim Popovsi, këshilltar i kryeministrit për arsim. Sejdi Hoxha, përfaqësues i Parlamentit të studentëve. Recep Osmani, ish ministër i arsimit. Elbasan Hoti, kryetari i Unionit Pavarur të Studentëve dhe i Parlamentit të Studentëve. Mirë se erdhët. Zonja Karahoda, kisha dashur Karahoda Xhuxhala të filloj me ju së pari. Pasi që punoni në universitet që nga viti 1974, a mund të konstatoni një gjendje në fillim, gjendje në cilën gjendet universiteti sot? Për 30 vjet sa punoni këtu, a ka pasur ndonjëherë kritere më të ulta akademike se sot? Është një pyetje shumë sfiduese, Jeta. Dhe vërtet se unë jam gjatë në universitet, ka pas ndryshime të këtij kriteri, po unë shpresoj se mos jenë këto kriteret më të ulta dhe duhet të tentojmë në të vërtet t'i ngrisim ato. Unë mund t'ju them se kemi pas në të kaluarën e këtij universiteti gjithsesi kritere më të larta, po edhe tash nuk mendoj se Universiteti i Prishtinës domosdoshmërisht, domethënë atë që e thatë përmendet, prodhon akademik inferior. Kemi një numër shumë, ndoshta jo të dëshirueshëm nga ana jonë, të studentëve shumë të mirë, briljant, kompetitiv në të gjitha universitetet evropiane, po edhe jashtë, po unë si arsimtar i këtij universiteti kisha dëshiru të kemi përqindjen më të madhe të këtyre studentëve tonë. Pse është ky kriter më i ulët tash se që ka qenë përpara? Ju e thatë në fjalën e juaj hyrëse se në të vërtet fati i keq që kish shkollimi ynë për një 10 vjeç jashtë institucional, do e mos tash po vjen në formë të një llogarie. Dhe në atë periudhë shumë gjëra u çrregulluan, jo me dashje, që kanë qenë edhe të imponuara, dhe si duket kemi në haprim e sipër kemi bë lëshime të cilat në momentin e atëhershëm i kemi shmu si të rëndësishme, po që ma vonë si duket kanë mbaru me një situatë jo të dëshirueshme gjithsesi. Zoti Gorani, ne po flasim për kvalitetin e mësimit, ndërsa ju në parlament keni thënë që një mënyrë për t'i adresuar mungesën e kvalitetit të mësimdhënies do të ishte krijimi i agjencionit për akreditim të Kosovës. Si e shihni që ky agjencion do të mund t'i adresojë këtë probleme kaq të mëdha dhe sipas jush pse s'është krijuar ende? Po t'ja nisi prej pyetjes së fundit. Arsye pse agjencioni për akreditim i Kosovës nuk është ende i krijuar, edhe pse është i paraparë me ligjë në vitin 2003. Duhet ta kërkojmë me siguri ka nga ministri, sepse është ministria ajo e cila ka ingerencën
iniciimit, të krijimit të kësaj agjencie për akreditim. Në koncepti i këtij agjencioni është i tillë që është fjala për atë që të krijohet një trup regulativ në një falore, i cili nuk do ta kishte një pavarësi të mjaftueshme për ta luajtur rolin e mbikëqyrësit, kontrolluesit të institucioneve universitare dhe veç jo akreditonte publike. dhe Universitetin e Prishtinës ky agjencion. Po, absolutisht. Kjo agjencion faktikisht nuk bën dallim a priori në mes institucioneve publike dhe ato jo publike, edhe pse duhet pranu realitetin në Universiteti i Prishtinës si vetëm një universitet publik, edhe themeltari të cilit konsiderohet Kuvendi i Kosovës është më i rëndësishmi. Jo vetëm për nga madhësia, po ashtu për nga roli që ka sot edhe veçanërisht në të ardhmen. Para se të shkojmë ta pyesim zëvendësministrin pse s'është kriju kjo, a mund ju të na interpretoni sipas jush pse mendoni që s'është kriju kjo, para se të shkojmë te zëvendësministri? Sinqerisht, mendimi im është se është vullnet, është çështje politike mos krijimi i këtij agjencioni. Pse? Në provizionet, pra në këto nenet të cilat përkufizojnë agjencionin për akreditim të Kosovës, në një fundit thot, nëse ky agjencion nuk është i krijuar, atëherë të gjitha kompetencat automatikisht i barten kujt ministrisë. Në një farë dore, ministria këtu është në konflikt të interesit të hapt, që edhe faktikisht është pali interesuar që ky agjencion të krijohet. Zoti Berisha, është kjo arsyeja pse s'është kriju agjencioni? Jo, nuk është kjo arsye. Ministria angazhohet permanent që të kemi në arsimin e lartë një sistem efektiv të arsimit e sidomos në Universitetin e Prishtinës. Kemi pas vështirësi në formimin e agjencionit të akreditimit sepse me ligjin të cilët po përmendet është parapat që të jenë 9 anëtar. Prej tyre obligativisht duhet të jenë 3 ndërkombëtar. Andaj edhe ministria, përkatësisht ministri, ka bërë kërkesë në zyrët ndërligjëse që ndodhen në Kosovë që këta 3 ekspertë ndërkombëtar të delegohen prej. Do me thonë të hujt kanë faj pse ne se kemi formuar agjencionin. Jo, nuk na kanë quajtur emrat e ekspertëve ndërkombëtar që të jenë pjesë. 4 lokal, cilët i keni zgjedhur? Janë caktuar nga ministria, nuk është tash publike mi bo ato emna i cakton Ministria Arsimit. Ideja për këtë agjencion qëndron që 2 vjet. Çka keni bërë që 2 vjet? Pse si keni formu? Ideja që 1 vjet, nuk është që 2 vjet, prej vitit kalum. Kjo në ligje ka ekzistuar edhe më herët, po u tha edhe nga grupi parlamentar që ky agjencion nuk ka pas vështirësi sepse të gjitha punët deri tash i ka kryer ministria, andaj. Do me thonë ju jeni të interesuar të keni kontroll që gjitha punët i kryej ministria. Në asnjë mënyrë. Edhe s'kemi pas kontroll, monitorim ministria të bon, ajo kontroll, sepse ne i kemi dëshmit që i kemi kërku të i qojnë ekspert ndërkombëtar. Nuk kemi dashur të njerëz të na caktojnë të cilët nuk janë meritor e të hinë në agjencionin akreditimit edhe të kemi të pasojat të më të tjeshme, sepse agjencioni formohet për një afat më të gjatë. Kemi dashur që me të vërtet jenë ekspert në atë, ne i kemi dëshmit ministrit, i kemi njerëzit të cilët janë formu vendor ekspert të arsimit, po kemi prit që na vinë ato emra të ndërkombëtarëve. Ndërkombëtarë janë të kadalshëm. Këtë rast ne jemi të shpejtë. Jo në atë mënyrë nuk e morën ndërkombëtarë nga dalshëm, po ka vështirësi sidomos ato ndrohen edhe administratorët që janë zyrën ndërkombëtare dhe nuk na kanë deleguar. Do me thonë kur mund ta presim? Përfundimisht kur mund ta presim? Gjithsa herë është thonë nga ministria që për një kohë shumë shpejt brenda këtyre ditëve, java ose muaj do të jetë gjithsesi. Zotri Popovci, cilat janë do të mbahen zgjedhjet herët avon, cilat janë disa cilësi që ose gjanat e para që duhet i bëjë një rektor i ri në Universitetin e Prishtinës? Edhe a ka mundësi që një njeri, një udhëheqësi ti zgjidh gjitha këto problemet mëdha të universitetit? A varet prej tij? Po, unë mendoj se suksesi i çdo institucioni varet shumë nga udhëheqësia e atij institucioni, kurse në rastin e Universitetit Prishtinës, me siguri që hapi i parë do të ishte transparenca e plot në të gjitha nivelet në Universitetin e Prishtinës, duke filluar nga transparenca në menaxhimin financiar e deri te transparenca në përnjësitë akademike. Do me thonë pikë pari, një rektor i ri do duhet ta vejë situatën në rregull që të dihet cilët janë mësimdhënësit e Universitetit të Prishtinës, nga sa orë mësimi kanë, të gjitha këto duhet të përkthehen
në kosto financiare, sepse transparenca e tillë e menaxhimit financiar vërtet është parakusht për një menaxhim cilësor të universitetit. Pastaj do të ketë edhe shumë prioritete të tjera ku rezultatet nuk mund të kërkohen brenda një periudhe të shkurtër, por me rëndësi është që të kihet një nismë e mbar. Po çka nëse fakultetet nuk i binden edhe dojnë vetë t'i mbajnë financat, apo dojnë jo transparencën ta vazhdojnë, dikujt ndoshta i konvenon? Po shifni, ajo mund t'i konvenoj dikujt, po kjo është puna që duhet ta bëjnë një udhëhecje. Tani fakultetet nuk kanë aty shumë zgjedhje, sepse për momentin financat janë të koncentruara edhe tani në duart e universitetit, edhe në këtë situatë si e kemi, por fakultetet përkundrazi duhet të ndihmohen që ato të jenë gjendje vetë të menaxhojnë financat e tyre në atë pjesën që u takon fakulteteve. Vetëm po ju jap një dhënë nga termujori i parë i këtij viti. 400.000 euro ka qenë shuma e mjeteve të parapara për shpenzime në universitet, ndërkohë që për shkak të paaftësisë tonë për planifikim financiar janë shpenzuar vetëm 100.000. Pra nuk është problemi te mungesa e mjeteve. Problemi është te paaftësia për t'i shpenzuar ato si duhet. Se çka duhet për me i shpenzu ato? Po duhet planifikohet, sepse ato janë mjete publike. Ekzistojnë disa procedura të prokurimit dhe me mjete publike nuk mund të veprohet sikurse me mjete private. Pra nëse duhet diçka të shpenzohet në muajin korrik, ajo duhet tani të planifikohet. Tani duhet të fillohen procedurat. Dhe nëse dikush nuk mund të planifikoj prej tani për muajin korrik, atëherë ato mjete do të mbeten të Kush duhet shpenzuar. planifikoj? Kush? Natyrisht duhet planifikojnë duke filluar prej menaxhmentit të universitetit e deri te dekanët e njësive akademike. Zotni Osmani, ju jeni këtu si ish ministër dhe keni fillu desha mas pari duhet ju pyes. Ministri, sot nuk e kemi ministrin këtu, ju kemi juve si ish ministër. A mendoni ju në rend parë që ministri do duhet të vinte këtu, sepse e kemi thirr, po ka thënë s'është paneli në nivel ti. A mendoni që ministri ishte dashur? Spari, unë nuk jap llogari për ardhjen ose mos ardhjen e tij. Po ju keni qenë në pozicionin e ish ministër. A duhet një ministër të ballafaqohet me student? E dyta është zëvendës ministri këtu. Unë nuk isha dëshiruar të komentoj këto. Po në qofse... Dëmëtan studentët janë nivel i zëvendës ministrit. Ministri s'është nivel me bashkëbisedu me studentët. Jo, unë nuk di çka ka thënë. Ka thënë që s'është nivel. Unë besoj që studentët meritojnë respektin. E meritojnë. Edhe ju t'ishit ministra do ta çoni zëvendës ministrit ta vetën. Jo, vetë isha ardhur. Po ai problemi ti është ka punë njeri, pse jo? Pyetja kryesore për ju është, edhe këto parregullësitë në universitet edhe sidomos mos përputhja me ministrinë ka filluar edhe në kohën që ju keni qenë ministër. Çka sipas jush janë shkarku edhe gjatë kohës juaj, edhe pas kohës juaj, janë shkarku rektorët mirë, po su ndresh situata. Si atëherë tash kur jeni më i lirë në shtatë thoni, çka do të kishit vepruar tash që të bëni këtë kvalitet të mësimit në mënyrë më të mirë? Spari, unë për 1 minutë do të kisha për t'ju thënë se Ministria e Arsimit në kohën kur unë kam pas fatin të drejtoj ministrinë, ka bërë punën e saj dhe ka krijuar dokumentet themelore të legjislacionit për çka ministria është përgjegjëse dhe e dytrueshme. Kemi ligjin mbi arsimin e lartë, kemi statutin e Universitetit të Prishtinës, kemi strategjinë e arsimit të lartë 2005-2015, kemi udhëzimin e agjencionit akreditimit për cilën nuk përmend këtu, të kryer të përfunduar në atë kohë, kemi udhëzimin për participimin e studentëve dhe shumë udhëzime tjera që kanë dalë me rastin e procesit të zgjedhur në universitet. Prandaj ministria në atë kohë ka kryer këtë punë dhe ka qenë obligimi ynë që në sistemin e arsimit të sundoj ligji, të sundoj norma, të sundoj rregulli. Dhe gjithë partnerët tjerë, po kvalitet nuk ka treguar edhe në atë kohë. Gjithë partnerët tjerë kanë qenë të obliguar që të respektojnë këtë për të vuar një rend dhe pastaj pasi sigurojmë një infrastrukturë ligjore, një rend të normës, atëherë të bëjmë një luftë që studentët si konsumatorë të shërbimeve që marrin në universitet, ato shërbimet i kenë në nivel dhe atë dijet a kenë në nivel dhe pastaj studentët të mos merren me favorizime dhe interesat të individëve dhe grupacioneve në universitet. Mirë, po, merren edhe profesorat me favorizime të politike? Sigurisht që po. Unë tash nuk do të hapi temat cilat sigurisht i ke edhe pyetjet, por mendoj se ka koha që në Universitetin e Prishtinës të ulemi në tokë, si thot populli,
dhe të merr me probleme kyçe, me probleme fundamentale të universitetit, me dijen e student dhe me cilësinë e mësimit në Universitetin e Prishtinës. Zotni Osmani, a Mirë mundeni po, duhet kryen edhe disa punë tjera, shtesë, në dimensionet të ndryshme, në segmentet të ndryshme në sistemin universitar të Prishtinës, për të arritur këtë dije për cilën edhe këtë objektiv për cilën ne patjetër jemi të obliguar nëse dëshirojmë integrime. A mundeni me na interpretu pse dy partitë më të mëdha në pushtet, LDK-ja dhe PDK-ja, insistojnë që atë shumë të kenë kontrol në këtë universitet? Çka është në pyetje, çka ka të shumë në universitet që dojnë secili të kenë njerëz të vet? A mundeni me na shpjegu këtë punë? Siç e shihni, në kohën kur unë isha ministër, unë kam qenë ministri i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Që është edhe sot ministri i Lidhjes Po, Demokratike të e Kosovës. qartë. Po, në momentin kur ne kemi kryer detyrën, mendoj që kemi ofruar qasje shumë demokratike në universitet dhe kemi ofruar marrëveshje të shumta, të cilat e kanë shpirt punën përpara. Dhe nuk kujtoj se është një polarizim i madh i LDK-s dhe PDK-s në universitet, sa janë favorizimet e interesave të grupeve individuale dhe përfitimeve individuale në universitet. Pse? Pse janë ato? Dhe më vjen shumë keq që ne studentët nuk kemi arrit të mësojnë që këta të luftojnë për favoret e veta dhe për interesat e veta, po të luftojnë për fotelet e tjerve, për karrikat e tjerve në universitet, për përfitimet e tjerve të cilët i kanë kry punë tjertë dhe studentët i kanë lënë të merren me politikë dhe kjo është për sapin tim një shkallë shumë e ulët e qasjes së atyre të cilët kanë menaxhu universitetin. Zotni Hoxha, zotni Osmani... Vetëm diçka desha të them që për tregu se jam opozitë dhe ministrisë, jo për shkak të dhënimit pse nuk jam ministër, po për shkak të korreksisë. Udhëzimi administrativ për Agjencinë e Akreditimit është bërë gati në tetor të vitit 2004 dhe përgatitjet për antarët e kësaj agjencionit janë kryer në nëntor 2004 dhe të gjitha punët rreth agjencionit kanë përfunduar. A i keni pas emrat e të hujve? Edhe lokali ekziston. A i keni pas janë të zhvilluar huaj? bisedat edhe me një ekspert sloven që duhet të vijë në Kosovë. Edhe zyra amerikane ka zhvilluar një biseda me ekspertin e vet që duhet të vijë, edhe një ekspert nga Evropa. Kështu që nuk është çështja e ekspertëve ndërkombëtar. Është çështja që Ministria e Arsimit duhet ta shpall, udhëzimi është shpall, Ministria e Arsimit duhet ta shpall përbërjen e Agjencionit të Akreditimit. Dhe të gjitha këto, E pse s'po e shpallë si pas jush? këto do të ndihmojnë në zgjidhjen e shumë probleme në universitet. Universiteti i Prishtinës është në kolaps të licencimit dhe të akreditimit. Licencë nuk ka. Akreditimi nuk ka fillu që të vlerësohen programet dhe pse nuk ka fillu sipas jush? S'ka fillu se është vonu Ministria me udhëzimin administrativ dhe ekziston lokali para fakultetit juridik, ekonomik, në katin e tretë, dhe janë disa zyre, është salla, janë teknologjia, inventaret dhe të gjitha janë. Zotni Berisha, po kthejmë te ju, do më thonë si janë vënu të hujt, po ju jeni vënu. Jo, në asnjë mënyrë nuk kemi. Zotni Osmani po thotë që kanë qenë punë gati. Po kanë qenë gati, po nuk ka qenë i formum Agjencioni Akreditimit në atë kohë që po i përmend. Po arsitimi që e dha të hujt s'qenka. Se të hujt me siguri kanë insistu me i qu sa ma herët. Jo, në asnjë emër nuk e kemi të propozum në asnjë zyre diplomatike deri tash. Qysh zotni Osmani po thotë që ja kanë propozum kohën që ishte ai. Jetë ashtu se edhe prej diskutimit ju fillove me ministrin e në teza mes ministrit, tash unë ndjemi i hendikepum që duhet me folë. Se me gjithate jam zames ministr dhe profesor e Universitetit të Prishtinës. Unë e thash vështërsit në formimin, edhe ish ministri i përmendi ato vështërsit që nuk ka marrë emna prej zyreve ndërlisët në Kosovë. Jo, tha që ka marrë. Tha që i ka pas, ekspert të huj nuk janë problem, kanë qenë ekspert të huj. Ajo çështje që sigurimi e ekspertëve mund të vinë nga burime të ndryshme. Prandaj çështja është e interesimit më të madh. Mu vjen keq për zëvendës ministrin për arsye se absolutisht ndoshta ka probleme domethënë caktuar domethënë në këtë rrugën e sigurimit të këtyre njerëzve, por megjithatë punët që është dashur të kryejë ministria janë kry, duhet të shpallen njerëzit se kush janë ata. Mirë.
Po mendoj që është problem formimi i agjencionit të akreditimit. Do ta formojmë thonë për një kohë më të shkurtë. Të lidhemi me cilësinë. Koha më e shkurtër shumë jo e saktë. Sa është koha? Të lidhemi me cilësinë që jemi të studimeve që janë. Po pikërisht cilësia është agjencioni të cilit ju po e vënoni. Jo, nuk është e lidhur me agjencionin e akreditimin. Janë edhe me shumë çështje tjera, të angazhimit të vetë mësimdhënësve, të angazhimit të studentëve vetë që të ngrisim cilësinë. Nuk është vetëm agjencioni i akreditimit, nuk do të bëhen ku me di se çka agjencioni i akreditimit edhe prej aty në 9 vetëve që do të formohet. Mund të bëjmë ne vetë, nëse ne bashkëpunojmë, do të thotë vetë rektorati, cili do zgjidhet, vetë studentët, nëse bashkëpunojnë edhe shohin angazhimin e mësimdhënësve, mund të them se Ministria gjatë vitit kalum ka bërë shumë, ato do t'i përmendim për ngritjen e cilësisë. Shfrytëzimi i mjeteve vetanake bëhet nga vetë Universiteti i Prishtinës, nga vetë rektorati. Infrastruktura është ngrit, janë nda vetëm vitin e kalum e 3 milion euro për të ndërtu infrastrukturë fizike dhe pajisje laboratorike. Mirë, po e kanë janë ngrit pagat e mësimdhënësve. Si zotni Popovci është shfrytzuar një shumë e vogël aty ne. Jo, për këtë vit po flet Popovci për këtë vit. Që janë për këtë 6 muaj nuk kanë rënë vitin e kalum në tërësi janë shfrytzuar mjetet ku ka qenë edhe zoti Popovci njëri prej anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe din të gjitha mjetet. Ju jeni bindur që universiteti pra vjet ka qenë i suksesshëm dhe i ka shfrytzuar krejt ato fonde shumë mirë. Po jo i bindën, janë dokumentacione, nuk janë që i bindur, nuk janë të tjerët për vitin e kalum. Zotni Popovci, a keni një koment? Po fondet është e vërtet i ka shfrytzuar, po sa i ka shfrytzuar me eficiencë është një çështje tjetër, sepse unë kam përshtypjen që ato fonde ka fundi vitit janë shfrytzuar me një shpejtësi shumë të madhe, e në ato raste zakonisht ajo do të thotë blej 200 kompjuter, blej 300 kompjuter, na nevojitën nuk ka gajle, kështu që kjo është diçka që duhet përmirësohet, është identifikuar si problem, edhe ekziston një projekt të cilin e financojnë, domethënë donatorët ndërkombëtar që pikërisht ka për qëllim ndërtimin e kapacitetit financiar. Për këto shpenzime na janë. Po përgjithësi, shifni përgjithësinë e ka marrë, ato mjete janë shpenzuar gjitha në pajtim me ligjin, nuk ka aty asnjë dyshim. Mirë, ma vonë do t'i pyesim studenta i kanë pa këto kompjutera najherë, shumë po më intereson. Mirë, po para asaj, zotri Hoti, deri vonë Unioni ka qenë njohur për organizim par excellence të protestave. Por herën e fundit paksa jeni kompromitiv, po më duket se mediat kanë thënë që keni mujt me mbledh veç 200-300 veta. Çka është në pyetje kështu që edhe protestat që i bëni mirë nuk po vinë njerëz? Po, unë së pari përshëndet gjithë studentë që janë këtu, edhe profesorët dhe përfaqësuesit të tjerë. Unë kisha më thonë që ndërhyrjet e fundit vazhdimisht që kanë ndodhur në Universitetin e Prishtinës, pikërisht nga Ministria e Arsimit, domethënë që ka rezultuar për 8 muaj të lëshohen 2 udhëzime për me vu universitetin në kontroll. Unë mendoj që neve si student edhe si parlament të studentëve na kanë shtitë ta ngrisim zonën ndaj këtyre ndërhyrjeve, jo pse ne jemi të prirë për me po protesta dhe organizime mirë, po nas kemi filluar të parët me protesta. Ne kemi ngritë zonën që udhëzimi i cili është shumë 11/2006 nuk ka bazë juridike sepse automatikisht nuk respektohet as statuti i universitetit as ligji mbi arsimin e lartë. Sepse të lëshohet një udhëzim dhe të shpallën zgjedhjet, ajo nuk kuptohet se zgjedhjet në universitet duhet mbajnë sipas shefit tan. Këtë rast sipas shefit të Ministrisë së Arsimit, sepse obsesionoi deri tash që një vit. Sepse ja zgjedhjet në Universitetin e Prishtinës edhe në vet në muajin e ardhshëm janë zgjedhjet të rregullta, që 2 vite janë zgjedhjet që janë kry. Ne kuptohet edhe unë kisha më thonë që iniciativa jonë që nga senati në universitetet zgjedhet një rektor, edhe ai rektor të qes punte ose universitetin ta normalizojë jetën në universitet, ka qenë se e pranueshme edhe për studentët dhe për disa profesorë, sepse ai rektor me rastin e zgjedhjes ka mujt brenda 2 muajve të shpall zgjedhjet e rregullta në universitet, bashkëpunim me senatin, ashtu siç thot statuti i Universitetit të Prishtinës, edhe normal iniciativa të tilla për zgjedhje lira dhe demokratike ne si parlament të studentëve besoj edhe studentët e Universitetit të Prishtinës i kishin përkrah. Po mesim të që kjo keni ngrit zonin për padrejtësi, po pse kurse keni ngrit zonin apo s'keni marrë protest për kvalitet të mësimit dopt e për gjitha sene tjera që s'kanë qenë rregull para kësaj udhëresa administrative? Jo siç e dini parlamenti studentëve është formuar me 12/4/2006, edhe janë formuar gjitha këshillat nëpër fakultete. Unioni që e përfaqësoni ju ka qenë edhe më përpara i formuar. Ne si Union e kemi ngrit zonën, nuk do të thotë që se kemi ngrit zonën. S'kemi marrë kur protest si për Mitrovic me marrë edhe për kvalitet të mësimit për shembull. Protesta për Mitrovic më vjen keq, dua të sqaroj për opinionin se nuk është organizuar as nga Unioni as nga Parlamenti i Studentëve. Është organizuar nga një grup i studentëve që ne e kemi mbështetur atë iniciativë dhe më don protestë mirë, por organizator nuk kemi qenë. Ndërsa protestat ose organizimet ose bakënaqësitë tona ndaj kualitetit të mësimit
edhe kërkesat tona që të ndryshohet ai kvalitet kanë qenë. Na i kemi identifikuar një numër problemeve të mëdha të cilat e pengojnë zhvillimin e rrjedhave normale në universitet. Unë mendoj që regjistrimi i studentëve në mënyrë të paplanifikuar, mangësia rregulloreve të cilat përcaktojnë punën brenda fakultetit. Nuk mendoj që duhet përcaktohet mbas statutit fakultetet duhet krijojnë rregullore të punës, rregullore të brendshme, edhe duhet mbas asaj rregullore ishin zgjedhur gjitha problemet e mbajtja ligjëratave me rregull, klasifikimi i studentëve në grupe, Po edhe si gjitha. kemi pa ndonjëherë me parulla në protest për këto gjëra që shyshohin për çështje politike. Çate po Unë duhet. mendoj që është çështje politike. Organizimi jonë s'ka qenë çështje politike. Mirë, pra sa na me të pyet çka studentit. Fakultetin juridik. A çka është libri i fundit që ki lexu për shembull jashtëshkollor? Urdhno? Edhe një herë. Cili apo? është libri i fundit jashtëshkollor që ki lexu? Si student, si shembulli i dijes që është e dashur me qenë studenti. Cili është libri i fundit që ki lexu? Më fal edhe një herë, po. Cili është libri i fundit jashtëshkollor që Kemi ki pas kohë të lexu? lexojmë libra sepse jemi që më thonë do sfida të cilat unë mendoj që në universitet kjo situatë e cila është tash do të vret edhe pak më vonë. Nëse ka qenë një rektor i kontestuar në kohën kur ka qenë profesor Arsim Bajrami, ka qenë një gjendje jo e mirë. Nëse ka qenë udhëzimi i parë i ministrisë në gjendje jo e mirë, unë mendoj që situata e cila është tash në universitet do të jetë edhe më e keqe se Zdi Hoxha, a lexoni ju? A lexoni ju? Cili është libri i fundit që keni lexuar ju? Mendoj që mos me lexu nuk kisha këtë fare. Mirë, cili është libri i fundit që keni lexuar? Unë kom lexu shumë Sama. libra, nuk më kujtohet se cili është libri i fundit. Mi po mund të them që i kam 39 provime të kryer në indeks, ndërsa kam vetëm një provim që ta diplomoj fakultetin. Mirë, a mundeni me qenë shembull i dijes e me tregu një libër të fundit që e keni lexu, do me thonë, po kom qef me përfasu një student si dikush që i lexon. Unë mendoj që gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës i lexojnë literaturën dhe i lexojnë librat. Vetë fjala student jep me kuptu që ki të bëj me studime dhe me shkencë, edhe mendoj që studentët nuk Po e di mirë, po unë e pyeta kolegun e juaj, më tha, më shpjegoj për rektorin, për Arsim Bajramin kur e pyeta për libra. Kom përshtypjen që ju tonkon s'keni kohë mu marrë me mund të them që provimi, me mund të them që libra e fundit që kam lexuar është libra e provimit Dinamika, që është një material shumë voluminoz, ndoshta zonës ministri e din. Jashtëshkollor, nuk kam pas kohë, kam lexuar vitin e kaluar në pushimin e verës, mirë po nuk më kujtohet saktë se cila ka qenë. Mirë po, nëse vërtet shkoj me pyetje kisha dashur që mos më provoku nga ana gazetarëve, mirë po më na parashtry pyetjen për çfarë kemi marrë këtu. Unë mendoj që jo, kemi marrë për kvalitet të mësimit dhe të leximit, nuk po bëna cinike, është për kvalitet sa lexojmë, edhe vetëm majça, Zënja Karaoda Gjugjola, a kanë lexuar më shumë para 20 viteve se çtash? Po. Pse mendon që është jon trend me lexu, me ditë dhe me pas kuriozitet më të madh momentalisht? Po ndoshta janë dy arsye. Njëra është shfrytëzimi shumë i madh i përparimit teknologjik në teknologjinë informative dhe dy është në të vërtetë një mangësi e krijimit të shprehisë së leximit qysh prej shkollimit fillor dhe të mes. Dhe ata të cilët për 12 vjet nuk mësohen se jashtë literaturës shkollore duhet të lexojnë dhe të ngrisin horizontet, njohuritë e veta me leximin e librit të bukur si quhet ose beletristikës, atëherë sigurisht se në fakultet nuk do të ketë ndonjë ngritje cilësore e përqindjes së atyre studentëve. Në çfarë niveli ju vijnë juve sot për shembull studentat prej shkollave të mesme? A jeni të Po, knaqur me atë? gjithmonë në Fakulteti i Mjekësisë prej kolegëve të mi në universitet, veçanërisht fakulteteve të cilët pranojnë një numër më të vogël të studentëve, na kanë thënë se është lehtë të punoni me student për arsye se të ju vinë nxënësit më të mirë të shkollave të mesme. Po megjithatë, pikërisht për arsye se jam mjaft gjatë, unë ballafaqohem me studentët tonë, të cilët shpesh në provim, atëherë kur pra duhet t'i tregojnë njohuritë e veta të nxëna, më drejtohen mua se nuk din si me i thonë ato çka i din. Është fjala, pra vegla e cila ju mundson me i shpreh mendimet e juaja, edhe me i shpreh dituritë e juaja, dhe është e papranueshme për cilin do arsimtar mendoj në universitet që të pranon si diçka normale që studenti i tij nuk din me i shpreh mendimet e veta. Dhe mendimet dhe rrjedhshmëri, fjalorin e fitojmë të gjithna,
qofshin arsimtar, qofshin studentët tonë, me lexim. Dhe nëse nuk bëjmë përpjekje, se kompjuteri e ka vendin e vetë, po na nuk duhet domethënë gjithmonë të lexojmë ose të miremi me shikimin, shpenzimin e kohës për këto, po duhet të lexojmë libra. E përmenet provimi pranuese kur të vinë, po më intereson njëra prej brengave studentëve është edhe mu kjo, çka bëni ju për shembull, çush i rezistoni intervencave kur të prindve kur nuk ju pranohet fëmia për një arsye ose tjetër, për shembull, atëherë a është shoqënia në presion, a jeni vazhdimisht në presion shoqëni si profesor që në fakt të korruptoheni si profesor ose të shtini fëmijët e njerëzve që nuk hinë me kritere, a është edhe kjo pjesë e asaj që ndikon në zvoglimin e kriterit, edhe në fakultet juaj mes tjerash, ku shumë dojnë me hi, ku shumë janë të interesu me hi, edhe nuk mujnë me hi të gjithë, atëherë gjithmonë e kemi përshtypjen që ndigjojmë për storje se si 20 veta në mjeksi hinë me intervenca. Nuk e dia është fatmirësisht a fatkeqësisht, po në vitet e fundme, numri i studentëve të cilët kanë shpreh dëshirë për studime në fakultetin e mjekësisë është duke u zvogluar, nuk është më, po gjithsesi është shumë më i madh se përpara. Keni presione për intervenca? Presione ka, sigurisht. Dhe unë mendoj se udhëheqja e shkollës dhe komisioni për pranim janë ata të cilët janë në vijën e parë të frontit që bëhet presion. Për shembull, si profesor, a është e paftyrë me i thonë prindit nuk e ke me kriter të mjaftueshëm fëmijën edhe? Jo, unë nuk mendoj se është e paftyrë, për arsye se megjithatë provimi kualifikues është me shkrim, është objektiv dhe çdo prind mund të ballafaqohet me punën e fëmijës të vet. Do të thotë mund ta kontrollon testin. Po nëse mund të paguaj e të kaloj fëmia? Në mënyrë institucionale, jo. Është e papranueshme për mu, personalisht se ju po më drejtoni mua. Jo juve, po si është puna, po ju pyes me komentu kur e kalojnë në mënyrë jo institucionale, paguajnë për me kalu. Qysh mu ballafaqu me këtë? Si me i rezistu? Nuk e di se ka ndonjë recept për këtë, si duhet të rezistohet. Po unë mendoj se në mënyrë institucionale duhet të vendosim rregullat e lojës dhe të shmangemi sa është e mundur korrupsionit kudo që është, për arsye se ai është, meqense më lejohet ndoshta ta kesh përdori fjalorin mjekësor, po është vërtet një vatër kancerogjene për shoqërinë. Zotin Popovci, a ka recept për këtë? Me të vërtet e kemi problemin, profesorët paguhen pak për punën e madhe që e kryjnë, edhe thojnë në një mënyrë neve në arsyetohet nëse dojmë me fitu, ndoshta dikush thot. Askush nuk mund të arsyetohet nëse hyn në korrupsion. Edhe nuk është e vërtetë se profesorët paguhen pak. Meritjet e fundit të ardhurave personale, rroga e profesorit të rregullt arrin deri në 700 euro me stimulim, plus rroga e profesorit të rregullt, të ordinar. Rroga mesatare është 700 euro? Jo, nuk po them rroga mesatare, thash rroga e profesorit që ka thirrjen më të lartë. Pastaj është ajo shkalla e rrogave, por asnjë rrogë nuk është arsye për korrupsion dhe korrupsioni nuk është gjithnjë vetëm marrje e parave, korrupsioni mund të jetë edhe këmbim i favoreve, që është një formë specifike e korrupsionit dhe kjo mund të arrihet dhe mund të luftohet vetëm duke rritur transparencën. Këtu unë e shoh një rol shumë të rëndësishëm të organizatave studentore. Organizatat studentore duhet gjithnjë të tregojnë me ngesht nga institucionet dhe nga mësimdhënësit të cilët lëshohen në çështje të korrupsionit. Sepse përndryshe, po se bëre publik korrupsionin, po nuk e denoncove korrupsionin, nuk ka asnjë gjë që ai korrupsion të luftohet. Zotni Hoxha, keni bona listën o shumë lehtë me i pyet nxënës studentat edhe me bë listën e profesorave që kanë marrë për shembull të holla që ata e akuzojnë. Pse s'keni shkuar në çasi? Unë mendoj që asnjë student nuk mund të tregoj që unë jam regjistruar me intervencë ose i kam vënë kaq të holla për më pranuar në universitet. Mas pari është vështirë që ta gjesh atë student i cili tregon se personalisht i kam vënë kaq të holla të futem në universitet. E para. Është vështirë, po pse s'po mirreni me diçka të vështirë, jo me diçka të lehtë? Unë mendoj se ne nuk jemi organizata studentore, nuk jam shërbim sekret që të merren me çështjet e studentëve. Jo, po jeni me i shërby brengave të studentëve. Korrupsioni është njëra prej më të mëdha. Mas pari nuk më pëlqen ajo që nuk më jepet mundësia me shpreh ato gjitha çka kem bëna, edhe çu shohim na sot cilësinë e mësimit në universitet, pastaj tu kisha përgjigjë në pyetje. Cilësia e mësimit në universitet është merret në dy aspekte. Studentat e dobët apo mos interesimi shumë i madh i profesorëve.
Kjo është një nga ndryshçështjet që kish më trajtuar mendojën. Unë mendoj që sot Universiteti i Prishtinës ka kuadra të mjaftueshme në shumicën e lëmive që janë sot në universitet me përjashtim të disa departamenteve të reja që janë hap drejt të reja në universitet, dhe unë mendoj që profesorët janë shumë përgatitur, sidomos në pjesën teorike. Mirë po shtrohet çështja, a janë përgatitur studentët? Unë mendoj që Universiteti i Prishtinës ka shumë student përgatitur që e kanë dëshmuar veten edhe kur kanë dalë në studime pas diplomik apo në studime ndrym semestra në universitete tjera. Po pse s'po e dëshmojnë vetë në Universitet Prishtinës për shembull? Kush bën studim shkencor në Universitet Prishtinës? Këtu kisha me thonë ato pse nuk po e tregojnë veten në universitet. Unë di shumë studenta që dëshirojnë me kry për shembull një praktikë në Shqipëri apo në ndonjë institucion brenda Kosovës dhe absolutisht nuk ka mundësi që organizatat studentore apo parlamenti studentë të krijojnë kushte atij që ta bëjnë një hulumtim shkencor dikon. Apo me të kallzu veç pse është që një vlerësim i grupit ndërkombëtar të kriza thotë që ata që diplomojnë nga Universiteti i Prishtinës nuk janë të përgatitur për punësim dhe nuk kanë kalibër t'i mbajnë institucionet e shtetit. Do me thonë, mundet me dalë studentat as pa e ditë kompjuterin edhe pa e shkrujt një esej, mund me dalë për këti universitet. Unë personalisht nuk mendoj ashtu, ndoshta mund të ketë raste të tilla, mirë po unë mendoj që shumica e studentëve në Universitetin e Prishtinës dalin të përgatitur. E thashë më herët se Universiteti i Prishtinës ka kuadra të mirëfillta në universitet, mirë po çështja është kjo, problemi është kjo, që profesorët nuk kanë aq kohë të madhe që të merren me studentët. Arsyeja, profesori Popovci e tha më herët që tash sa do pak u boni rritje pagave të profesorëve në universitet. Unë mendoj që në vitin e kaluar paga profesorëve u sill diku prej 250 deri në 300 euro, që mund të them që është një pagë dekurajuese për profesorët e universitetit. Nëse një doktor shkencë paguhet 300 euro, për mendim tim është injorim i profesorit. Edhe për ata domosdoshmë janë detyruar që të punojnë në disa vende të punës. Unë jam për mi mbrojnë drejtat e profesorëve a studentave. Diqysh po e shoh që domethënë s'pas ke kur gjë kritike. Unë jam për mi mbrojnë drejtat e studentëve, mirë po jam për mi mbrojnë tash çka kërkoj për profesorëve shtrohet pyetja, se nuk më lë me përfundu deri në fund. Pasi që paga profesorëve sa do pak është përmirësu. Shpresojmë që edhe do të rritet. Unë kisha menduar që Universiteti i Prishtinës të vëj kriter. Jo profesorët i kanë ka minimum 10 vende të punës, po ta kenë vendin e punës ata respektojnë si tillë. Të respektohet orari i ushtrimeve, i ligjëratave, i punës praktike dhe në këtë mënyrë studentët do të kishin dalë më të përgatitur për studimeve. Edhe profesorët cilët ju i keni favor, kishit bo presion edhe ata që i keni favor dhe janë të PDK-s për shembull, edhe ata me lshu punë tjera. Ne kemi favor gjithë profesorët. Edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, edhe të AK-s, gjithë janë profesorë të përgatitur. Profesori që vjen nga Ministria e Zamës ministër, me plot respektin që vjen si profesor. Asnjë student nuk ka, domethënë, diçka konkrete ndaj tij. Nga kolegu juaj vetëm drejtat e Arsim Bajramit, për sa te po them. Domethënë keni një favor. Unë do të isha lidhur këtu. Te menaxhimi i universitetit, pavarësisht kush e udhëheq, a udhëheq pjesa e majt apo e djathtë me çujt këtë formë, unë kisha menduar që mjetet në universitet vërtet shpenzohen për student. Ne kem shumë për shembull në nënvitin shumë mjete praktike, në nënvitin shumë laboratore, në nënvitin shumë gjana, në nënvitit kompjutera, sallat kompjuterëve, sallat internetit, që unë mund të them që shumë pak studentat kanë hapësirë të shfrytëzojnë ato. Edhe unë kisha menduar që mjetet e universitetit mos shfrytëzohen në atë mënyrë. Nështë vetë universiteti me hap laboratore ndryshme për fakultet mjekësisë, për fakultete teknike, normalisht edhe për fakultetet shkencave tjera, mo hap domethënë një perspektivë më e madhe. Po nuk jeni çaj zëshëm në këtë kritikë. Atë çka ju jeni të zëshëm është në deklarata politike. Hera por unë po ndëgjoj dikën për Unionit që ka kritikë për te i diçka politike. Unë hera por po ndëgjoj gazetarë që më pyet se çfarë ka bën ju, se çfarë do të bëjë universiteti për studentë, edhe për ata po e potencoj këto. Si po të më kish pyetur nga gazetarët e pra çfarë thon. Këshyrim çka po mendojnë, ndoshta kanë kritikë edhe ndaj pyetjeve të mia. Kështu që po e hapim publik, po ja hapim debatin publikut. Pyetjet e para po shkojnë rend parcilt, po shoh që ka dorë të lutem prezantoni. Unë jam Jusuf Thaçi, student departamentin e psikologjisë. E para deshta me shku direkt te jo, te moderatora, do më thonë, inshallah se ke kry në Universitet Prishtinës, po me vetë faktin që skeftu në psikolog që shumë kompetent për këtu çështje, garantohet ti ke kry në Universitet Prishtinës. Kisha me pas, do kisha mu lidh direkt te çështja e cilësisë. Po, vazhdo, çështja e cilësisë, pasi është ajo te. Po pikërisht një psikolog kish me kontribu, do me thonë, për mi elaboru ma mirë këto çështje pse ka unë cilësia. Po ndeshta veç një koment shkurt dhe ma për çështjet e cilësisë, se nuk është qysh për merë një bashkë politika, ku po dione e çështja e akreditimit, po puna është që unë mendoj që ka rënë motivimi, E pse ka rënë motivimi? Ti je student? Po shumë thjesht, po nëse jam student nesër ma diplom, ku ka me shku? Çka ka me bë? Qa unë vynë nëse unë i kam notat 10 ose nëse i kam ato. Problemi është te motivimi, problemi më i madh. Faleminderit, shumë koment i nevojshëm për debat. Ka një kontribut më të madh me bisedu për ngritjet motivimit. Vetëm 1% të njerëzve me
diplom fakulteti janë të papunë në Kosovë. Kështu që motivimi ekziston. Vetëm 1% studentëve janë pa Jo, punë. njerëz të cilët kanë diplom fakulteti. Vetëm 1% janë pa punë. Bazë çfarë Në populacionin, po janë statistikat e punësisë të Kosovës. Kështu që nuk unë mendoj që sa ta krysh më parë fakultetin, aq më shumë gjasa ketë punësor. Po se kryve gjasa për me mbet për e pa punë është shumë më e madhe. Prandaj motivimi nuk është çështje për mendimin. Edhe me siguri, nëse janë 22.000 studenta që studiojnë, atëherë nuk është, argumenti është që të gjithë po dojnë me studiu, jo që s'po dojnë me studiu. Vazhdojmë. Ma po flasë për suksesin në Universitetin Prishtinës, unë qumë Liriton Berisha. Si më në marë që tu faktin që e keni implementuat atë regullen që me pru një, për shembull, për jap një shembull edhe po du me dhonë pyetjen se s'po dihet qyshme, a menoni jo që mund me onga njëri mëngjes, drek edhe darkë për një herë? Jo keni bot njëjtën, keni bot 3 vjetë mrena 4 vite, dhe më planin në njëjtë, kushtet e njëjta, gjithat njëjta a lyp një sukses të fort. Unë menoj, në kundërshtim me studentin edhe pse im kolegë. Për kene ke këtë pyetje? Për ministrin, konkretisht për ish ministrin që ka bo këtë sen, se na nuk po dina, na as vetë nuk po dina ku na me dhonë pyetje për më se shumë po ka në Kosovë, si s'po dim as kam jamojt as studentat. Kështu, nëse një student i kryen çështja e reformave, apo në pyetje. Nëse një student kryen 3 vjet, atëherë si mendoni, nëse kryen gjithë këta studenta kanë mundësi me shkuën master dhe doktoraturë dhe ku është arsyeja pse kanë implementuar? A është bërë me kusht apo çfarë është arsyeja? Apo s'ka pas po universiteti? Faleminderit, pyetje shumë me vend, reforma zotni Osmani urdhani. Në qënë është mas miri të flasësh për atë që nuk është më në proces. Edhe gjitha gabimet mund të adresoni në te. Po mirë, hajde, edhe i pranoj. Shpesoj që në kone dhe të flesni, për çka keni bo në kone ju? Reformat në Universitetin e Prishtinës kanë filluar me kohën e administratës ndërkombëtare, kur një administrator ndërkombëtar ka qenë në Kosovë, dhe ato e nisë në frimin e deklaratës Bolonjës, që është komuniteti akademik i gjithë Evropës ka hyrë në një zonë të evropiane të arsimit lartë dhe në këte ka ekzistuar një dëshirë që edhe Universiteti i Prishtinës të jetë antare e këtij procesi, kësaj deklarate, nënshues kësaj deklarate. Ministria ka bërë të gjitha përpjekjet që të krijojë kushte më të mira që Universiteti i Prishtinës ta ndijë veten më mirë dhe të hyjë në këtë proces. Tash, unë nuk du që gjithë faji të hedhet Universitetit të Prishtinës, po fajin kryesor e bartë komuniteti akademik në Universitetin e Prishtinës për ngecjen e reformave dhe ngecjen e proceseve në frymin e deklaratës Bolonjës. Vlerësimet për një përkatësi, identitet të Universitetit të Prishtinës në zonën evropiane të arsimit lartë, punë në këtë drejtim për këtë identitet specifik është dashur të vlerësohet në organet akademike të Universitetit të Prishtinës. Ka shumë hapa të ngutshëm që janë bërë në këtë drejtim dhe pajtoj me studentin që në shumë profile, të cilat tani zbatohen në Universitetin e Prishtinës, kanë ngarkesa të shumta, edhe të përmbajtjeve, edhe të numrit të landëve, kanë ngarkesa edhe në kohë të reduktume, sepse shumë profile kanë mund të zgjasin 4 vjetë. Por gabimi fillestar ka qenë se lidershipi i asaj i universitetit në mënyrë arbitrare gati ka përcaktuar 3 vjeçarin në shumë profile në Universitetin e Prishtinës. Për çka mendoj se shumë profile duhet të zgjasin 4 vite dhe jo 3 vite. Këtu mund të jenë edhe profesorët të universitetit edhe profesori Dugagjini, i cili sipas mendimit tim ka informata më shumë të rreth kësaj, po pa nënçmuar të tjerë. Por mendoj se nëse duam të kemi një universitet, duhet të kthemi problemeve akademike në Universitetin e Prishtinës. Dhe këto gjërat e imta, gjërat e cilat po i themi gjatë ditës, këto konfliktet e tjera, këto duhet të eliminohen. Studentët... Qysh mu eliminu? Ja, si duhet. Studentët duhet të kuptojnë që mos t'jenë instrument i grupeve të ndryshme në Universitetin e Prishtinës. Studentët duhet të kuptojnë se zgjedhjet në Universitetin e Prishtinës kanë qenë të kundërlidhshme dhe duhet të kuptojnë se prorektori Bajrami në universitet
ka në mënyrë të jo të lehtëshme. Duhet të kuptojmë se ndërhyrjet e ministrisë... Po ligjshme atë pa ligjshme, ajo nuk i zgjidh çështjet e reformave. Për shembull, 3+1 pyetja. Edhe masi që ka shku Arsim Bajrami, nuk është zgjidh çështja e 3+1. Nuk është mirë që të bën problemin edhe pastaj të mos paraqitet as në opinion, as në debate, as me student, në mënyrë që opinioni studentor dhe opinioni i vendit, opinioni kosovar, shoqëria kosovare, ta kuptoj se ku qëndrojnë gabimet në këtë proces. Është lehtë të adresojmë në individi. Nuk ka të bëjë këtu vetëm me një individ, po ka të bëjë me një menaxhment i cili në kohën kur është dashur të shikojmë këtë çështje në mënyrë më profesionale, më shkencore, është dashur të shikojnë dhe të japim shpjegime edhe komunitetit akademik për çfarë informacione. Zoti Gorani kërkoi fjalën mandi. Urdhna. Po, kisha dashur të ndërlidhem me këtë fjalë të zotit ish ministër faktikisht. Nuk duhet të venerojmë universitetin si një ishull. Universiteti është në funksion të diçkafit. Edhe nuk mund të presim që ekzistojnë, mekanizma autokorektiv që aktivizohen me apele humanitare. Le ta bëjmë këtë, le të jemi kështu, sepse ka kalu lufta, sepse jemi para pavarësisë e tjera. Duhet patjetër ata të cilët e menaxhojnë universitetin, rreth par ministria, kuvendi duhet të implikohet jashtëzakonisht më tepër se sa deri tash e ka bë. Mas jeni përfaqësuesi i kuvendit, pse s'keni bë më shumë kuvend, për shembull? Në rregull. Veç ta kryej këtë mendim, kthehemi një herë në atë. Do të them atë se patjetër duhet të ndërlidhet jeta e universitetit me jetën reale që është pas universitare. Do të thotë, nëse flasim për një potencial të absorbimit të njerëzve të cilët diplomohen, duhet të ekzistojë një farë planifikimi, duhet të ekzistojë një farë vizioni për atë se për çka diplomohen, për ku dhe sa janë mundësitë të kalimit atje. Sa i përket implikimit, involvimit të kuvendit në rrjetat e universitetit. Në një farë dore, kuvendi, pra populli, jo ka delegu ministrisë me të gjitha organet brenda, edhe universitetit nëpërmjet të autonomisë universitare, që të mirën me atë që quhet në përgjithësi funksionimi universitar dhe pra të nxënit mësimdhënie, diplomim të studentëve. Pse ministria është interesuar vetëm për zgjedhje jo për pjesë tjera? Atëherë si është pjesa më e vështirë, pikë së pari. Domethënë zgjedhjet për ju janë zgjidhje. Jo, zgjedhjet nuk janë as pak zgjedhje sepse faktikisht janë si një aspekt teknik i kësaj këtu. Sikur zgjedhjet i kishin qenë zgjidhje e problemit, tash e 3 muaj ne do të kishim pas me këto probleme. A ka dikush ashtu gati me thënë se tash e 3 muaj do të kemi probleme sepse zgjedhjet do të ishin bë kuptohet me mbikëqyrjen e OSBE-s. Zëvendës ministër, a do t'i zgjidh? Ministria nuk është interesuar për zgjedhje, ministria është interesuar për respektim të ligjit. Po vjen keq studenti se unë kam qenë në fazën kur janë bërë dhe reformat në Universitetin e Prishtinës. Duhet studentët aktivisht të merren me problemet e tyre. Ministria kërkohet autonomi çdo herë, edhe nga vetë studentët. Merrni ligjet, lexoni të cilat janë në fuqi dhe statutin e Universitetit të Prishtinës. Kush i ka përcaktuar plan programet mësimore për secilën njësi akademike të Universitetit të Prishtinës edhe për secilën departament. Në debatet që janë zhvilluar në për fakultetin, në për njësi akademike do dashtë marrin pjesë studentë edhe të japin mendimet. Ministria s'ka pas qase në asnjë program studimor të asnjë njësie mësimore edhe në atë kohë edhe sot. Zëmi Hoxha, çfarë dashni të thonë? E kisha përshtypur pyetjen e studentit. Problemi qëndron aty që me hyrjen në universitetit në reforma konform procesit deklaratës Bolonjës, ka shumë përparësimi, por ka edhe shumë të tmeta. Shtrohet pyetje ku janë ato të tmeta. Ato të tmeta janë se në shumicën e fakulteteve është bërë një grumbullim i madh i provimeve. Ndoshta për 4 vite studentët i kanë pas 40 provime, tash prapë për 3 vite u bën një grumbullim i numrit të madh provimeve. Për studentët është shumë e vështirë që t'i ballafaqojnë gjitha ato provime brenda 3 viteve. Aty ka faj edhe ministria, ka faj edhe universiteti. Zoti Osmani përmendi që në atë kohë ka qenë ministër. Mi përshtrohet pyetja pse edhe ky si ministër i arsimit nuk ka marrë masën atë kohë që nëse profesor Arsim Bajrami u ka njëri ndër protagonistët kryesorë të futjes reforma në universitet. Pse edhe ky si ministër nuk ka dalë me një prononcim e kërkuar nga Kuvendi i Kosovës si organ më i lartë ose nga Senati i Universitetit të Prishtinës që në mbledhjet e Senatit me trajtuar ato çështje të cilat është pozitive, cila është negative dhe normalisht është negative me stagnuar proces. Si s'keni dalë dhe ju në atë kohë me kritiku, domethënë çat. Unë personalisht në atë kohë nuk kam qenë
përfaqësuesi asnjë organizate studentore apo parlamenti Po ke qenë student, ke mujt me ngrit zanin për këtë. Normalisht nuk e kam njohur mirë procesin e reformave dhe nuk e kam ditë çka përmban pozitive dhe çka negative. Mirë, vazhdojmë. Unë që Shpen Qamili, jam nga Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti Filozofisë, student. Kisha dashur të bëj dy pyetje. Pyetja e parë është për zotin Genc Gorani, nëse s'gaboj, antar i komisionit për arsim nga Kuvendi i Kosovës. Po më intereson zbatimi i mbikëqyrjes parlamentare për mbi universitetin, nëse s'gaboj universiteti është gjithashtu institucion publik, edhe duhet të ketë një farë lloj mbikëqyrje parlamentare. Nuk e di a ka fillu fare ky aktivitet në kuvendin ton, po pyes nëse planifikohet, nëse është bërë diçka e tilla, ekziston ndonjë raport cilin kishim mujt me lexu, për cilin kishim mujt me nxjerr diçka. Kam një pyetje tjetër shumë praktike për zotin Pupovci, po më intereson, a ka diçka lidhur me financat, me thithjen e financave, cilën prej ministrisë që kishin mujt me kontribu studentat. A ka ndonjë punë që studentat mujnë me kry? Këtu jemi bagi do studenta, mujnë me përcjell informatën të studenta të tjerë që ndoshta më aktiv, ndoshta unë nuk jam, kishim mujt diçka me ndihmu që mos më met, siç e kuptova unë 300.000 euro pa u shfrytzu fare, ndërsa neve nëse s'gabojnë në departamentin ton i kemi të njëjtat mjete prej fillimit të studimeve deri tash. E di që mujmë shumë gjëra të mëshme me bë me ato pare, mujmë nëse diçka ishte në varë për studentave. Faleminderit. Zoti Popovci më njëherë masi këtë pyetje lidhur me çto pare, madje shkojnë në zotin Gorani. Po, unë mendoj se me ngritjen e kapacitetit menaxhues nëpër njësi akademike, e studentët janë padyshim pjesë e këtij kapaciteti menaxhues. Me siguri që do të rritet edhe transparenca. Për shembull, ju do të dini konkretisht në fakultetin e juaj sa para i dedikohen departamentit të psikologjisë. Kur do din këta? Po, do ta dinë natyrisht me vendosjen e një udhëheqje të re, e cila do të kujdeset për gjëra të tilla, se ajo duhet të kujdeset. Ku e dinë që rektori i ri definitivisht do të jetë më i hapur? Po duhet të kemi mend të në kokë se nesër kemi me votu, duhet kemi parasysh kur votojmë, kënë po e votojmë. Edhe student kur i çojnë gishtat në senat duhet me pas parasysh kënë po e votojnë. Do me thonë, na nuk mujme u liru mo nga përgjithësia se na u instalua se na erdhi një njeri i cili nuk e din punën e vetë. Kështu që përgjithësinë aty do ta ndajmë patjetër. Edhe tek e fundit duhet të ekzistojnë periudha kur dekanët e fakulteteve duhet t'japin llogari, një herë në 6 muaj ose një herë në vit, përpara këshillit njësisë akademike. Student janë aty të pranishëm, edhe nëse vreni që dekani i fakultetit i kanë mbet 30% mjetëve pa shpenzu, atëherë ju duhet me kërku shkarkimin e tij, me thonë çka është problemi? Diçka kjo po i duket studentave pa imagjinueshme me provoku dekon. Që se i di çtu i kam për secilin fakultet. Mirë, e këto 300.000. Ju keni për ne si kemi, as studentët si ka. Veç duhemi përcjell. Zoti Popovci, çto 300.000, a mujnë me kandidu këta me projektin nëse s'janë shfrytzu? Jo, shefe, unë ato e dhash si informat. Ato që s'janë shfrytzuar 3 mujorin e parë, shfrytëzohen 3 mujorin e dytë. Mirë. Po shfrytëzohen shpejt, edhe ato mandej. Deshta me tregu një shembull të mos planifikimit adekuat financiar në universitet. Pa dashur as kënë me fajsu për atë. Se edhe në qeveri ju keni këso raste, e dini, vite me radhë kemi pas suficit në fund vitit për shkak të kapaciteteve të pamjaftueshme. Sigurisht ka pas. Zoti Gorani, urna në këtë tema, po? Popovci, burimet për universitetet janë të shumta, një prej burimeve është e participimi i studentëve që grumbullon një numër më të hollash mbi bazën e udhëzimit administrativ që ministria ka nxjerrë. Mirë, po më njëherë aty në statutin e Universitetit të Prishtinës thuhet se studentët kanë të drejtë të marrin pjesë në programe, jo vetëm në programe individuale, si student këtu nëse ka një program individual, po edhe në programe grupore, grup studentësh, po edhe grup studentësh të një fakulteti apo të fakulteti tjetër, ose bashkim partnerësh të ndryshëm për projekte të caktuara që dëshirojnë studentët. Ku e shohin studentët këtë? Për shembull, studentët kanë të drejtë në faqet e internetit që ta mund të konkurrojnë në Universitetin e Prishtinës, mund të konkurrojnë në rektoratin në këshillat e tyre, domethënë të profesorëve. Ata votojnë që kursi i jepet çaj rast me konkuru. Në kanë çat buxhet. Këta kanë të drejtë, domethënë, këta nuk i shfrytëzojnë drejtat e tyre për arsye se nuk po kanë kohë derisa të zgjedhin rektorin. Problemi është ky, që këta duhet aq shumë kanë mundësi të shfrytëzojnë ato mjete për cilat i japin në universitet. Po vetë s'podojnë, a? Po duhet, është problemi tyre domethënë, nuk di a dojnë as dojnë. Urna shpejt. Unë desha me thonë që nuk është e vërtetë që studentët nuk po dojnë me shfrytëzu. E dihet fort mirë situata që është në universitet. Sot nuk i kujt i drejtohesh për një projekt ose për një kërkesë në Universitetin e Prishtinës. Zoti Osmani, a dini ju kujt duhet më drejtuaj? Na e dim ku, po s'ki kujt i drejtohesh, sepse çdo ditë ndodhin ngarkime, shkarkime, udhëzime, urdhëresa
edhe senet jo më Se të mira. përndryshe do të ndishit. Vetëm pak, deshta më lidhur për asoj që rreth çështjes financimit në universitet. Këshilli drejtues të universitetit, si organ ekzekutiv në Universitetin e Prishtinës, është i përfaqësuar edhe nga Ministria e Arsimit nga 4 anëtarë në këshillin drejtues. Edhe sipas statutit të universitetit, anëtarët të cilat vinë nga Ministria e Arsimit edhe Ministria e Arsimit më shumë kujdeset rreth kontrollimit të financimit. Ka po shkojnë financat në universitet. Unë besoj që Ministria e Arsimit duhet t'ju imponojë zgjedhjen e universitetit. Po nështë dikush duhet t'i mbikëqyrë këto financa. Na e dim që këtu kanë qenë imponime. Nëse Ministria e Arsimit edhe përfaqësuesët e saj në universitet nuk kanë mujt të dhim kontrolle, nuk kanë mujt të mbikëqyrin financimin në universitet, nuk është faj që universiteti s'po funksionon mirë. Është faj të ata që s'kan ditë me menaxhu mirë financimin. Kush te universiteti që s'ka ditë me menaxhu? Pjesa e ministrisë kujdeset për mbikëqyrjen e financimit të universitetit. Financat që don ministria. E ju po doni ata mos me mbikëqyr. Jo, unë mendoj që keq menaxhimi i financave pikërisht faj vjen mbi ta, ata si kanë menaxhu mirë. E jo te universiteti që gjithashtu... Ata janë pjesë të universitet, pjesë të këshillit drejtues. Mirë, zot Nikorani, a mundi më përgjigjesh pyetjes lidhur me atë se a e mbikëqyr parlamenti universitetit? Po. Parlamenti ka relacion, të më thonë, me ministrinë nëpërmjet kryesisht Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, cili komision e mbulon po ashtu ministrin tjetër që është për kulturë, rinjë dhe sport. Për t'ju përgjigjesh drejt për drejtin pyetjen e jo. Komisioni për Arsim nuk e ka realizu në masë të mjaftueshme ose të kënaqshme funksionin e vetë monitorues ndaj ekzekutivit, në këtë rast Ministrisë për Arsim dhe Shkencë e Teknologji. Do të mundohem vetëm t'ju përshkruaj parafërsisht atë se si funksionon. Komisioni në vetveti faktikisht është një mini parlament. Majoranca në parlament është majoranca po ashtu në komision. Një prej pjesëve tradicionale të komisionit ishte që gjërat të arrihen me konsenzus, sa më të plot, sa më të qetë, pajtueshmëri totale. Tereni i universitetit ka qenë një prej tereneve më të minume, domethënë një diçka ku ky konsenzus është shumë vështirë të arrihet. Edhe prej fillimit është pa se kjo fushë është diku ku nuk ekziston faktikisht një dallim edhe mos pajtueshmëri a priori, edhe tendenca për me shku në monitorim ka qenë jashtëzakonisht e vogël. Një aspekt monitorimit që kemi kry është nga... Pajtueshmëri me skujt e keni fjalën? PDK-s? Mes anëtarëve të arsimit dhe kryesisht mes LDK-s dhe PDK-s. Kjo është e qartë. Mendoj në mënyrë eksplicite është... A dini ju me shpjegu pse këto dy parti po insistojnë që shumë e pas kontroll mbi universitetin? Apo, unë jam... As nga njëra, as nga tjetër, po sigurisht se nuk mund ta shpjegoj atë. Si nuk mund? Atë? Edhe Aleanca do me pas. Mirë. Nuk jam as jam, se s'është më se jam i grupit parlamentar ora, pra edhe Aleanca është. Mendoj se... Mirë, a mundesh vetëm as jemi te presioni politik, me shpjegu pse po dojnë me pas? Pse këto parti dojnë me pas kontroll? A jeni ju votat në pyetja, është toka që mundet mu shfrytzu e universitetit, a çka është në pyetje? Mendoj se programi i partive politike është me përfitu sa më shumë çdo institucion që të mundën në Kosovë. Nikosisht universiteti nuk është shumë e vërtetë që ka qenë deri diku i politizuar, tash është duke u thirrur që është duke u fut ligjshmëria në universitet. Unë kisha menduar se tash është vetëm duke u ndru kohja politike. Prej një partie te partia tjetër, nuk është pyetje që a do të futet ligjshmëria. Tash është pyetje vetëm të ndrohet krahu politik. Mirë, do të thonë Nuk është që s'jeni shërbim sekret, po i dishit edhe këto. Normalisht që i dim, se na jem student i universiteti. Urna, zot Nikorani, përfundoj. Është e vërtet se u përmend që shumë njerëz thirrën në parti. Ndoshta nuk janë dirigjuar prej partive drejt për drejt, po në një farë dore ata e lanë me kuptuar që e kanë proveniencën prej një partie të caktuar. Për me mujt me boç katojnë. Për me mujt me i realizu grupe tjetër. Është e vërtet, po asnjëherë se kemi ndi asnjë parti të distancohet nga sjelljet e dikujt i cili në mënyrë të them ashtu të pa lejume uzurpon drejtën me folën e emrin të ndonjë partie. Pra partitë thonë si jemi ne, po nga ana tjetër asnjë parti nuk distancohet. Ekziston implikime partijake, kanë ekzistuar jashtëzakonisht, e kanë arsyeën historike, ajo s'ka pse më shefet, dhe çështja është ashtu të depolitizohet, sepse është paralizuese. Po pse nëse s'ka vullnet për dy partive ma të mëdha mu depolitizu, ku kemi me pa depolitizim? Veç, ju ora nështë ta jeni të interesuar edhe ju me pas ndikim politik, apo jo? Jo, as pak, po e shohim se ku kemi me mri.
Është shumë mirë, duhet me na testu, Ju i takoni partisë që po do me pas kontroll, pra. Pse po tani? Në asnjë mënyrë nuk do me pas kontroll, edhe vetë studentat janë të bindur me rastin e zgjedhjeve për parlamentin e studentit sa ka pas kontroll partia për të cilën ju e përmendi. Edhe vetë studentët me përfaqësues, kisha lut, me përfaqësues 7 senator të studentëve, 7 senator jo në senatin e studentin, këta mund të ndikojnë që të kemi një rektor i njohur ndërkombëtarisht, një rektor me vlera, një rektor që nuk është as i PDK-s, as i VDK. Ka në Universitetin Prishtinës mjaft 40 antar, senati ka 40 antar. Do të pa më për parlamentin studentëve me 7 antar me përcaktuar rektorin. S'mundet me emnu ministria ti e din mjaft mirë, jenë nga fakultetet teknike, që bëjnë pjesë ndërmuese, që fakultetet teknike nuk kanë përfaqësues në Universitetin e Prishtinës, as në Këshillin Drejtues, në asnjë organ. A është ashtu? A keni argument për shembull, kush është i LDK-s që don më bë rektor? A ka profesorat LDK-s? A mundën me imponu ministria rektorin apo zgjat senati, a zgjat Këshilli Drejtues? Po në senat mundet me pas pro LDK-ista. Qashtu mundet. Po. Urno, a ka mundësi, a ka mjaft? A di pse ka mundësi? Për shembull, kush është rektor? Në komision zgjedhjeve, as në nivel të këshillave apo të fakulteteve, as në nivelin qendror nuk ekziston një student i Universitetit Prishtinës me pasë në komisione zgjedhore a ka rregullsi apo ka pa rregullsi. Vetë fjala pse ministria nuk e ka leju pjesën e studentëve që të hyjnë komisione qendrore zgjedhore, t'jep me kuptu që ka mundësi për manipulime. Mirë, po ju s'pe pranoni që edhe në parlament studentëve ka shumë që janë zyrtar për shembull të forumit rinor PDK-s e që janë parlament studentëve. Pse ju si hekni me u bë shembull për profesorat? Unë nuk mendoj që ka. Mirë, po fundit ata e kanë marrë besimin e studentëve. Nuk mendon që ka. Edhe ja kanë marrë votën studentët. Ato janë zgjedhje që janë pranuar edhe jo, kjo ka politizimi me te. Mirë, po unë e kisha po pyeten, pse nuk ju lejohet studentëve që të marrin pjesë në komisione zgjedhore në fakultete dhe në nivel universitar? Kjo më kishte interesuar mua. Pse dikush i tutet pjesëmarrës studentëve me qenë në komisione zgjedhore? A thosht arsyeja pse ka tentim manipulimi apo çfarë? Ministri, pse? Zëvend ministri, Këshilla zgjedhore në për fakultete janë të përbëm nga një ndërkombëtar, i kisha lutë që të ndëgjojnë mirë studentat, nga një ndërkombëtar i përcaktuar nga OSBE-ja që i ka vërtetuar edhe zgjedhjet e studentëve. Sekretari i fakultetit, që janë jurist, i cili janë në juridike përcjell. Edhe një përfaqësues i mësimdhënësve të zgjedhur nga vetë fakulteti, një profesor i këta tre. A mund të manipulohet me këta tre të manipulojnë zgjedhjet, ju kisha lutë? A do të lejon ose bëje? Po do të bëzita, mundet mu manipulu. Si mundet mu manipulu? Qysh mundet në tregon? Para se të filloj debati, kisha dashur të rreki vërejtën këtë. Para se të filloj debati në kuvend, mbi krizën në universitet, është dhënë deklarata e donatorëve dhe praktikisht kremës e atyre të cilët konsiderohen si donator kryesor të universitetit. Jam të fort për internacional. Në këtë bëjmë pjesë dhe OSBE-ja. Unë nuk e di në cilin vend demokratik, qoftaj edhe demokratik sa Kosova, se dim se s'është mjaft, mund të lejohet që para një debati krucial mbi universitetin në kuvend Kosovës të jipet deklarata e atij e cila prejudikon faktikisht se çfarë duhet të jetë dalja nga debati. Tash ti kthem drejt përgjigjen për këtë, pse s'mund manipulohet? E pse ju se keni qenë një profesor studentëve? Interesi kryesor, esencialja këtu janë studentët. Sot janë student, nesër këta duhet me qenë bartës të gjitha zhvillimin shoqëror. E kanë obligim, jo që nuk e di, po na pëlqen. Ashtu e tillë është jeta. Pse ju nuk ja jepni aty në komisionin qendror zgjedhor, ju hekni edhe përfaqësuesin e profesorëve. Faktikisht, unë nuk e kuptoj pse OSBE-ja do të ishte dikush që absolutisht edhe në mënyrë a priori nuk ka mundësi me u anu nga një anë ose tjetër. Nuk mund të pajtohem. S'ka a priori. Se studentat mos me marr pjesë. Deklarata e donatorëve është marrë një ditë përpara, ata kanë prunë edhe e kanë shpërndar kuvendin. Ata kanë bajt takime dhe nuk e ka shpërndar ministria. Si këta të kujt po ngutën për as deklarata, as po ngutën mi u çu ekspertat për shembull për agjencinë. Nuk deklaratën e kanë bajt atë për zgjedhje. E kanë bërë me një herë, 5 zyret ishin koordinuar për një herë. Komisione zgjedhore janë komisione teknike. Vetë studentat janë të kyçën në procesin e zgjedhjen sepse janë në senate, janë në përkëshillat të fakultetit.
e mund të mbikëqyrin. A ka manipulim apo nuk ka? Zoti Popov, si ju e lypit fjalën, si e komentoni këtë ndikim politik? Do të thonë tendencë vazhdueshme për ndikim politik. Shifni, unë kisha pas dëshirë të referohem pak komisioneve zgjedhore. Këto janë zgjedhje për emrimin e përfaqësuesve të stafit akademik. Prandaj aty nuk kanë çfarë kërkojnë studentët, sepse stafi akademik se stafi akademik nuk i ka mbikëqyr zgjedhjet e studentëve. Jo, po i ka mbikëqyr. Kush i ka mbikëqyr? Ka mbikëqyr sekretari i përgjithshëm i universitetit Çeka staf akademik. Ka thashë universiteti. Staf akademik. Edhe këshilli drejtues. A bunët e dy anshme për me qenë transparente edhe ata që mbikëqyrin këta dhe tjera. Një linjën zgjedhjet studentore, një linjën zgjedhjet e stafit akademik. Dhe këta përfaqësues bëhen bashkë në këshillat fakulteteve. Aty student i kanë çdo këshill të fakultetit nga 2 përfaqësues, kanë mundësi me ndiku. Bëhen bashkë në senat të universitetit. Aty student i kanë 7 përfaqësues, edhe kanë mundësi me ndiku. Aty e përcakton statuti, se ndoshta mu pas pyet dikush, as aty nuk na kishin lënë. Mirë, po aty është fatmirësisht është vendim që e ka marrë Parlamenti i Kosovës, që studentët duhet mu përfaqësu. Ndoshta mu pas pyet ministria, edhe aty s'na kishin hapësirë. Nëse do të isha pyet unë, vërtet nuk kisha pas asgjë kundër në çdo komision zgjedhor me qenë vëzhguesi student se ato komisione zgjedhore s'kan çka fshehin. Kanë me i numëru votat thjesht. Kanë me i numëru votat edhe unë nuk besoj që OSBE-ja shkon numëron vota në disfavor dikujt. Osmani dashte me thënë diçka unë. Unë deshta veç të rreq vëmendjen për një qasje shumë më serioze, më korekte rreth proceseve dhe zhvillime në universitet. Dhe për një bashkëpunim dhe për një bashkërenditje të veprimeve tona edhe me partnerët, edhe me donatorët, edhe me gjitha ta, edhe me shoqatën në Asociacionin e Universiteteve Europiane, sepse Universiteti i Prishtinës është antar i atij asociacioni. Prandaj çdo shkelje e procedurave, çdo shkelje ndërhyrjes, qoftë në autonomi, qoftë në liritë akademike, qoftë në keqpërdorim të autonomisë, ajo do të reflektohet fuqishëm në antarësimin e Universitetit të Prishtinës. Dhe kjo, më fal Jeta, dhe kjo është bërë shumë e qartë, domethënë përmes edhe letrave që ka marrë udhëheqja e universitetit, edhe Kuvendi i Kosovës, edhe Ministria e Arsimit. Ministria e Arsimit ka kriju dokumentet themelore bazë. Unë nuk jam i sigurt se sa është ajo ndërhyrje e thellë në universitet edhe për ndrun një administrator ose për përjashtim të studentëve, nuk kam komente nga se nuk e kam informacionin. Por, një gjë studentët duhet ta kenë të qartë se këta me statutin e ri të universitetit, që jo Kuvendi i Kosovës, po Ministria e Arsimit e ka përgatitur dokumentin dhe ka kriju hapësirë për student, që student të marrin pjesë dhe të integrohen në proceset e zhvillimit të universitetit, dhe të marrin pjesë në qeverisjet, dhe me 7 antarë të senatit që janë aty të pranishëm, garantojnë pjesëmarrje të bollshme të mjaftueshme për komunitetin studentor në qeverisje. Vetëm edhe diçka. Çështjet po ecin, koha po kalon. Nuk është mirë ne të masim peshoj se sa të LDK-ista, sa PDK-ista po hynë në senat apo në universitet. Dhe kjo kishte me qenë tragedia me madhe. Unë po ju them që ashtu që njohën e LDK-n, po ata bre aq nuk janë të interesuar për këtë punë. Nëse ka ndonjë grup jo formal, pra paskene që unë nuk e di, për shembull, unë e di për ata lider të LDK-s, duke filluar për presidentit që përfaqësuesit të tjerë nuk kanë aktivitetet ku me di se çfarë për të eliminuar këtë ose atë. Por, një gjë është shumë e sigurt, domethënë, se e diu e din shumë mirë se këta student unionit, po flas për atje nuk po di për Elbasanin, këta janë shumë të organizuar që ta çojnë në vend porosin e PDK-s dhe të kryesisë saj në universitet. Sepse nëse lëshojmë universitetin po i humbin pozicionet. Po, le të luftojnë për këtë, po e kanë gabim, sepse duhet luftojnë për profesorët e mirë. Dhe unë po them, ju është mirë të protestoni dhe të arxhoni ministrin e arsimit, jo për zgjedhjet në universitet, se veç diçka. Jo të kom thoni, jo, më fal, ti ke munu disa herë, po kur s'ke mujt, as nuk mundesh. As këtë s'ke me mujt që është u zbatu ligjit. Në momenti kur e shkel ligjit, ti ke merdzu. Deri tash, aj me disa
elementet vogla, po e zbaton ligjin, dhe unë e mbështes. Por, do t'ju thëmë studentëve, protestoni pranë ministrisë dhe kërkoni përgjegjësinë e ministrit për cilësinë në universitet, për korrupsion në universitet, për hajni në universitet, për keq menaxhim në universitet, për pasurinë e universitetit, për menaxhimin, të gjitha këto ne i kemi identifikuar dhe ja kanë qenë në procedura edhe të organeve, edhe të komunës së gjitha këto. Por ju derisa luftoni për një autonomi e cila do ta keqpërdor gjithë këtë pasuri, edhe të komunitetit akademik, edhe të pasuri materiale, gjitha këto, nëse ju e keni objektivin këtu, atëherë nuk jeni përfaqësues të drejtë të studentëve. Zonja, jo vetëm një moment, zonja Karavata Gjurgjali, po më intereson si jo LDK-ist dhe jo PDK-ist, ç'është po ju duket kjo, si e komentoni te? Mendonin aktivitetin e studentëve? Jo, ma shumë e kam fjalën për presionin politik edhe për angazhimin politik edhe studentëve. Angazhimi politik i studentëve sa i përket universitetit ishtë dashme qenë në të vërtet jashtë universitetit. Nëse na pretendojmë me pas një universitet me autonomi, atëherë na të gjithë së bashku, qoftë student, qoftë arsimtar, duhet të përpiqemi që influencën politike të cilës do parti politike në Kosovë ta lamë jashtë universitetit. Nështë s'kan vend jashtë universitetit? Jo, kanë. I kanë institucionet, i kanë parlamentit, i kanë partit e veta, kanë zgjedhjet vendore, po mendoj lokale dhe ato parlamentare, dhe unë mendoj se të gjithë së bashku vërtet duhet të bëjmë përpjekje që në universitet të mbizotnon aktiviteti i cili shkon në rritjen e cilësisë së studimeve, cilësisë së produktit final që do të del dhe që studentët tonë të diplomuar në cilën do fushë të jenë në ditën e parë të punës të aftë me punu për atë që janë aftësu. E jo që ata, kur dalin prej universitetit tonë, të ndim vetën në punë, jo shumë të sigurt. Çdo njeri prej jush duhet të jeni profesionist në lamin në cilën e keni marrë diplomën e këtij universiteti. Edhe unë mendoj se politika duhet të jetë e vëmendshme, edhe të gjithë politicianët tonë ose politikologët tonë të jenë të vëmendshëm që mos ta keqpërdorin. Vërtet mos ta keqpërdorin energjinë e madhe që ka ky universitet në formë të një numri të madh të studentëve, e cila nëse keq drejtohet, sigurisht se pastaj në nxjerr studentët tonë në protesta të cilat nuk kërkojnë ngritjen e cilësisë së mësimit, përgjegjësinë prej arsimtarëve, luftimin e korrupsionit, luftimin e keq menaxhimit dhe të gjitha të tjera të cilat në fund duhet të sigurojnë që studentët tonë të kenë, vërtet të kenë, kushte së paku optimale, jo maksimale, po të kenë kushte optimale që ta ndijnë veten të vlefshëm njësoj si një student i cili shkon e studion, studenti ynë i cili shkon e vazhdon studimin në Austri ose dikun tjetër. Do me thonë s'mujnë me dalë diplomum protesta për shembull? I diplomumën protesta prej kohës madhe që ka qenë. Jo, atë duhet të përpiqemi me shmang. Urna Znioti që sa po pret me fjalë. Do të nisë komisionin zgjedhore, cilat edhe pse ne i kundërshtojmë zgjedhjet ose pse ne spajtohemi në mënyrën e mbajtjes së zgjedhjeve. Ju e dini fort mirë që grupi i ekspertëve ka sjellë rekomandimet për zgjedhjen në universitet. Na e dim fort mirë, edhe përfaqësuesit, edhe profesorat e dinë fort mirë besoj, edhe më shkon se cilin fakultet me marr informacionet grupi i ekspertëve ose anëtarët në grupin e ekspertëve, në asnjë fakultet nuk kanë shkuar me këshir a ka pas pa rregullsi ajo në zgjedhje. Ato materiale i kanë marrë Ministrinë e Arsimit në aktorët të cilat po i qesin udhëzimet administrative në universitet. Vetëm më pak. Desha të nisna prej asaj. Ku këtu shihet edhe haptas, nuk kemi nevojë shumë të shpjegojmë studentëve. Komisioni qendror zgjedhjeve e kanë formuar prej sekretarit të universitetit, prej Weberit i cili ka qenë anëtar i grupit të ekspertë, domethënë, këtu ka konflikt interesa. Weberi i cili merr informata për a ka pas pa rregullsi, ai mban zgjedhjet tash. Kjo a nuk kuptohet kjo se ai domethënë e zbaton politikën e dikujt në universitet. Mirë, po unë kisha shku drejt, jo më fal, vetëm pak, si sa po presin njerëz, keni kohë. Jo, vetëm pak, po presin njerëz me fol. Urna, fillojmë pra aty komente studentave, timon, urna. Qua Muhamet Shkodra, studenti fakultetit filozofik. Pyetja më është pak më ndryshme, me qenë se po flasëm për kualitetin e studimeve, edhe kjo është tema sotme. Unë kisha pyet krejt kolegët e nderuar
nëse ka mundësi me ma spjegu pak çka nuk kuptojnë këta me kualitetin e studimeve, mos ka keq kuptime, se këtu tha që do me thonë studentat tonë do të me dit një kompjuter ose diçka edhe me dalë ashtu taft. Po e thonë vetëm një thonje gjeniut më të madh gjitha kohërave, imagjinata vlen më shumë se sa dija. A mos do të na me dalë me thonën vetëm si rimor kjo, e mbushur me informata, apo me kvalitet studimeve nuk kuptohet edhe diçka tjetër. Mirë, pyetje shumë e mirë. Vazhdojmë me disa pyetje, manin men, kthehemi. Se po kom qef muni zani studenta. Urna. Unë pata 2 pyetje s'dija ka mundësi nëse nuk e teproj. Vazhdo. Iliri, studenti psikologjisë. Kisha pas një pyetje domethënë për gjithë ata kompetente që janë këtu si komisionit parlamentar, po ashtu edhe të ministrisë, zotin zëvendësministër. A ka ndonjë, si më thon, ndonjë bazë legjislative ideale, me karakter evropian, e cila kishte pas mi përcaktu raportet midis parlamentit, konkretisht Komisionit Parlamentar për Arsim, Universitetit Prishtinës edhe Ministrisë për Arsim. Më thonë për mjushmon këtë këtyre problemeve, konfliktit interesave, parregullësive dhe kualitetit mësuarit. A kish mujt dikush domethënë në nivel ndërkombëtar me marr një farlloj kompetence që mund të komisioni me mbikëqyr sa zbatohet domethënë baza legjislative të trija këtu nivele. Edhe pyetja e dytë, më falni, shumë në fillim sidomos u përmend Agjencia për Akreditim. A kish pas mundësi pak më tepër disa fjalë për këtë agjenci, domethënë konkretisht për çka shkon? Mirë. Ju lutem pyetje konkrete të shkurta që në mënyrë që gjithë të flasim. Urna. Unë jam Adem Beha, studenti Departamentit Shkencave Politike, përndryshe jam në kryetarit i Asociacionit Studentëve Shkencave Politike. Po. Për çështje akademike. Unë do ta bëj një koment nëse bën për shkurt. Parregullësitë në Universitetin e Prishtinës këto janë reduktuar në zgjedhje. Unë do t'i përja disa tjera parregullësi. Do thonë, mendoj që parregullësitë në Universitetin e Prishtinës janë strukturalisht rregulluara. Pra, parregullësia asë është parregullësi ta zëm kur një profesor vije vetëm kur ka kohë të lirë në Universitetin e Prishtinës për të ligjëru. Asë është parregullësi ta zëm humbja e fletparaqitjeve. Asë është parregullësi për shembull kur nuk ka literaturë. Asë është parregullësi ta zëm kur edhe ajo literaturë që është, shumica e profesorëve ose një pjesë e profesorëve tonë janë zonë me plagiaturë që kanë kopju tezat e doktoraturës ose dhe magjistraturës. Asë është parregullësi ta zëm kur shumica e titujve akademik prej magjistraturave dhe detë doktoraturat bën në mënyrë më jo publike të mundshme. Pra nëse vazhdohet me këto, Universiteti i Prishtinës do të mund të prodhoj tituj akademik, po jo akademik. Pra në Universitetin e Prishtinës blen dhe shiten titujt akademik, sikurse në minimarketin Maxi. Pra do të ketë një rigorozitet shumë më të madh akademik këtu. Për kësaj pyetje kisha shku drejt Unë ju kisha përgjigj kolegut se çka me bë me ngritjen e cilësisë, ose çka do të thonë me pas student të cilët në fund diplomojnë dhe janë cilësor. Unë e përmenda parës. Unë mund të them për profesionin në cilën unë jam një prej arsimtarëve dhe mjeku i diplomuar, stomatologu i diplomuar, farmacisti i diplomuar, duhet të jenë të gatshëm që nesër kur fillojnë punën në ditën e parë të jenë në gjendje me mjeku juve, të jenë në gjendje për një numër i cili ka para pa shkollimi i juj. Dhe pastaj në çdo profesion tjetër, pavarësisht cili është, ju gjatë punës së juj do të specializoni, do të ngritni cilësitë ose do të ngritni dituritë e juaja. Po është e pafalshme që një mjek i diplomuar ditën e parë të punës të mbetet duar kryq dhe të mos din çka më bë, e të kërkoj domethënë ndihmë për gjanat më themelore e për atë ka studiu 5 vite. Ju lutem, ose të jetë një nuk thash unë spaku, nuk mendoj se nëse gjatë studimeve aftësoni me punë me kompjuter, jo, ajo sigurisht se nuk është ngritje cilësisë. Puna me kompjuter sot për ju posaçërisht të ri është si alfabeti. Do të thotë ajo është një vegël me të cilën ju duhet të ndihmoheni që ta keni punën sa më cilësore dhe më kualitative. Edhe përfundimisht një Popovci, më falni, veç përgjigjni pyetjes çka nuk kuptojmë me kualitetin e studimeve, çka nuk kupton? Çush duhet dal njëri? Unë mendoj se me rastin e përcaktimit të cilësisë së studimeve duhet i kemi parasysh ato parametrat e cilësisë, pra shkaftësitë që duhet të krijohen të studenti gjatë studimeve. Për shembull, aty e kemi përveç tjerash edhe shkaftësinë e përdorimit të teknologjisë, shkaftësinë e lexim-shkrimit, shkaftësinë e të menduarit kritik, zgjidhjes problemeve e kështu me radhë.
shkatësinë e për të mësuar gjatë gjithë jetës e tjera. Të gjitha programet e studimeve duhet jenë të organizuara në atë mënyrë që tek studentët i kultivojnë këto shkatësi. Për momentin nuk janë, unë e kam plotësisht qartë se nuk janë, sepse në radhë parë ne kemi mangësi brenda vetë organizimit akademik të universitetit dhe këto nuk janë çështje të cilat mund të zgjidhen me emërimin e një rektori se kërkush nuk ka shkop magjik që do të mund t'i bëj këto punë për 2-3 muaj. Këtu duhet shumë durim edhe përkushtim, edhe duhet njerëz të cilët janë të gatshëm thjesht të punojnë këtë drejtim. Faleminderit të gjithëve panelistëve dhe publikut për kaq patëm kohë, kërkojmë falje që s'mund të marrim më shumë pyetje. Uroj që mediokriteti akademik i cili momentalisht mbizotron në Universitetin e Prishtinës të zëvendësohet me forcat kreativitetit, inteligjencës edhe të dijes. Kaq për sonte dhe ju lë me dhëndrin e Kosovës. Duke kuptuar gjendjen e mësimit në Universitet i Prishtinës, edhe duke konsideruar që këtu prodhohen politikanët e arshëm e Kosovës, mundeni qëllu që vjeri im është mjaft i qetësuar. Nuk do të befasoheni që une e kam iniciuar një zgjedhje i qelluar për këtë çështje, të hap një fakultet privat për skenca politik në Prishtinë. Vjeri ka konkuruar si student, por ne nuk tolerojmë familjarizmi edhe provim pranuese ishte me kriter shumë e ashpër. Tani kemi pranu gjenerate e parë studentësh, në nivel më i lartë nga krejt Kosovën. Mirë se vini në ditën e parë, Fakultet Skencës Politike të Kosovës. A dini dikush çka është skencë politika? Tash, na do të mësojmë për një vite gjithçka që duhet me ditë për me bo politikan në Kosovë. Politika është një lodër shumë e madh. Edhe sa ma shumë lodhët që ti mundës me mbledh për veti, sa ma mirë po bënë ti në politikë. Apo kupton? Okej, klas. A dini kush është kryeministër i Kosovës? Tumi Gjeri! Po, edhe! Prishka Ninja! Prishka Ninja janë tre! Edhe s'ka dole me bo kuritni? A dini dikush çka është parti? Jo. Parti është kur mbledhim shumë njerëz për me zgjedh çështje të shoqërisë përbashkët. Okej, tash? Bandera! Okej. Hapi libra të faqe 13. Pret. Çfarë libra janë ata? Topi? Na nuk kemi me mësu për topit. Qa ki liber? Ama liber. Bariu gënjeshtar? Po, ban. Ani, ti ki liber Amerikanet? Hapi liber. Qeveria në Amerikë. Democracy, politik edhe qeveria në Amerika. Hapi. Edhe Kodi Da Vinci. Hajt. Po pse më jep libër për Amerikë? Ju japim libër për Amerikë se gjithë politikën e Kosovës varet tash nga Amerika. Kush është politikani më i mirë në botë? Në semestrin e tretë ta jep maskët. Tash politikë për mësojmë. Tash, na kemi me mësu për korupcion. Kush mundi me thonë korupcion? 1, 2, 3. Korupcion. Okej, shumë mirë. Në nëntor, ju do të votoni për mua edhe do të angazhoni në parti politik temen. Profesor. Po, për profesor. Edhe, po. Shumë bom shko njerva. Po. Gjuni ato letë. Shok, ti kemi qenë politikan mirë. Veç vazhdo. Për shka do me angazhu ti në politikë? Për çështje gjinore. Dhe ti? Drejta barabarta.
Ej, Tomori, që do në me bo ju? A vina me bo me parti. Shumë me du politik. Oke. Sonte të tyre e shpis, është për me shkru një kushtetut për Kosovën. Mos haro drejtët të minoritetve. Një qëtë pishka e për politikë të mirë. Ej!